Ish presidenti i vendit Ilir Meta i ka drejtuar një letër zyrtare kreut të prokurorisë së posaçme Klodian Braho, ku kërkon që të mos bëhet asnjë kërkesë e re për shtyrjen e bërjes publike të dhënave që lidhen me kontratën GSIS LSI. Në letrën e tij, Meta pretendon se mbajtja e fshehtë e këtij informacioni po i pamundson mbrojtjen efektive në gjykimin në themel të çështjes së ngritur ndaj tij. Sipas tij, më 23 qershor 2026 përfundon afati 2 vjeçar i vendosur nga një gjykatë në SBA me kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë së Shqipërisë që ndalonte kompaninë GSIS të ndante të dhëna mbi shërbimet dhe pagesat e kryera me LSI-n sipas kontratës së vitit 2016. Meta akuzon prokurorët se kanë krijuar një bllokim artificial të transparencës për qëllime politike, duke pretenduar se në atë kontratë është plotësisht e verifikueshme se kush i ka marrë faturat dhe kush i ka autorizuar ato pagesa, veprime për të cilat ai thotë se nuk ka asnjë firmë apo dieni. Mëtej, ish presidenti shpreh shqetësimin për ndikime politike nga qeveria përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe përmend raste të tjera të letërporosive me SBA-n, si çështja McCann Group apo përdorimi i disa kartave bankare amerikane, për të cilat pretendon se autoritetet e SBA-s kanë kthyer përgjigje shfaqësuese për të, por që janë mbajtur të fshehura nga prokurorët. Meta e mbyll letrën duke kërkuar zbardhjen e plotë të çështjes vetëm mbi bazën e ligjshmërisë së provave.